asnjë deputet, qoftë i vendosur apo një subjekti tjetër, nuk e ka atë farlirin që shkruan me ligje, me kushtetutë. Arsyeja është nëse ish opozita, tash janë gjithë barabartë, apo ish qeveria, arrin deri në fund, e prolongojnë edhe e luajnë që dramën e viktimës, atëherë unë mendoj që kena onca, se tash po morret vetëm për një... Qysh reagon populli? Hajde vazhdoj që të tëri, qysh reagon populli? Unë mendoj që sa edhe si në mënyrën se si do ta transmetojnë në publik këtë efektin e viktimizimit. Se edhe si na... Do ta transmetojnë që na si morëm 500k, qysh kanë thonë. Na si morëm që çka u bë. Tash, populli a kam ja kthy me shpërblem, a kam ja kthy me dënim. Unë përdore termin qytetar, unë mendoj që kemi një shkallë tjetër më të avancuar të emancipimit. Tash edhe me zhvillimin e këtyre mediave sociale, informacioni po arrin brenda në kohë reale dhe kanë me i marrë informacion të dhe. Edhe dezinformimi në kohë reale po bëhet. Aja pa dyshim, pra është lufta hibride, nesë mundu me hi, po edhe këtu ka manipulim. A ka, do me thonë, shansa me pas rezultate tjera? Unë besoj që po. Në favor të vetëvendosis, tash po duhet edhe ma shumë me hi, me shtimi me pranu, ose me ditë qysh e parashikonte. A ma shumë ka me pas vota vetëvendosja, a ka me pas opozita e deri. Por unë po mendoj partia, subjekti, i cili ka me arrit me kriju argumentin ma të fuqishëm të viktimizimit, ka me kriju që të nënës. E kush nuk e di. Se këtu, që kjo është djallëzia që po luën, dhe me thonë, edhe vetëvendosja, edhe LDK, këtë janë të luj që të loj, edhe tash publiku për e kupton. Por, sa do të zgjat kjo, se ne edhim në tetori kemë zgjedhjet lokale, apo? Ideja është me vazhgjit deri, po është edhe një moment tjetër unë mendoj që është shumë e rëndësishme, ky është një fakt politik. Patat janë nxehtë, sfidat që i ka Kosova. Edhe unë me thonë drejtën nuk e kam prit gjithë këtë farë rezistence, si me thonë ndërpartjake, edhe këtë farë kontrolin e hekur, këtë disiplinën e hekur që e kanë vunë mbi deputeta, ke pas që votojnë sigur me konë s'po di, si me thonë, krejt grup, asnjë deputet, qoftë i vetëvendosur apo një subjekti tjetër, nuk e ka atë farlirin që shkruan me ligje, me kushtetutë, me pru vendimet vetë, po vendos në grup, qysh vendos partia. Dhe kjo është... Kogja ushtari. Po, është një farë disiplinë ushtarake, cila është një pengesë për ndërtimin e institucioneve.